SBA kundër Iranit. Si mund të rrëzojë ngushtica e Hormuzit ekonominë botërore? Kjo shtrirje e ngushtë uji i mbart afërsisht 21% furnizimin me naftë në të gjithë botën. Çdo ditë 21 milion fuqi nafte kalojnë pikërisht këtu. Nëse kjo pikë bllokimi mbyllet ndonjëherë, ekonomia globale do të shembet brenda pak ditësh. Çdo gjë, nga ushqimi që ani deri te paketat që porosisni, varet nga ajo që ndodh në këtë rrugë ujore. Mirë se vini në ngushticën e Hormuzit, bllokada më e rrezikshme në planet. Në pikën e saj më të ngushtë, ngushtica është vetëm 33 kilometër e gjerë. Në jug është Omani, në veri është Republika Islamike e Iranit, për shkak se uji është kaq i cekët. Kanali i sigurt i transportit për këto cisterna masive është tepër i ngushtë. Ai përbëhet nga dy korsi, secila vetëm 3 kilometër e gjerë, të ndara nga një zonë tampon prej 2 kilometër. Lundrimi në të është një makt logjistik, një gabim dhe trafiku ndalet. Mund të pyesni, pse të mos përdoren vetëm tubacione? Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë ndërtuar tubacione anashkaluese, por të kombinuara, ato mund të lëvizin vetëm një pjesë të vogël të naftës. Anijet janë detyrueshme. Ekonomitë aziatike mbështeten shumë në këtë naftë, por tregjet perëndimore diktojnë çmimin. Vetëm një thashethem për problem këtu i çon tregjet globale të naftës në panik. Për dekada të tëra, Irani ka përdorur këtë realitet gjeografik si kartën e tij të fundit të fortë. Irani e di se nuk mund të fitojë një betejë tradicionale detare kok me kok me Shtetet e Bashkuara, kështu që mbështetet në luftën asimetrike, duke përdorur taktika të lira dhe jo konvencionale për të mposhtur teknologjinë superiore. Shtresa e parë e kësaj strategjie është flota e mushkonjave. IRGC operon mira motoskaf shumë të manovrueshëm dhe të armatosur rënd. Një anije vetme nuk është kërcënim për një anije luftarake, por sulmi 50 prej tyre në të njëjtën kohë, nga të gjitha drejtimet, krijon një makt radarit projektuar për të shtëruar municionet mbrojtëse të armikut. Shtresa e dytë fshen nën sipërfaqe, në ndecet e klasit të Gadir. Gjiri persik është tepër i cekët, duke bërë sonarin tradicional akustik shumë të pabesueshëm. Këto nëndecë të vogla me naftë elektrike mund të qëndrojnë fjalë për fjalë të qeta në shtratin e detit, duke pritur të ngrenë prit. Shtresa e tretë janë raketat anti-anije me bazë në breg të fshehura në malet e dëmbëzuara Zagros. Raketat si Kishvar kanë një reze veprimi prej 300 km, duke mbuluar një ngushticën. Ato janë montuar në kamion të lëvizshëm, ato qëllojnë dhe pastaj zhduken në bunkerë nën toksor. Por arma me të mërshme është gjithashtu edhe me vjetra, mina detare. Minat janë të lira, të lehta për t'u hedhur nga anijet e vogla të peshkimit dhe tepër shkatëruese. Minat moderne inteligjente as nuk ka nevojë të preken. Ato qëndrojnë në fund dhe dëgjojnë për nënshkrimin akustik të anijeve specifike. Për t'u kundërvënë kësaj, flota e 5 e marinës amerikane është stacionuar përgjithmonë pak më lart në bregdetin e Bahreinit. Përgjigjja e tyre ndaj taktikave të lira të Iranit në Tuf është një mburojë mbrojtje me teknologji të lartë prej $1 trilion. Në qendër është aeroplanmbajtësia me energji bërthamore, një qytet lundrues që mban mbi 70 avion. Këta aeroplanmbajtës mund të lëshojnë një avion të ri luftarak çdo disa sekonda, duke vendosur epërsi absolute ajrore. Mbrojtësinë e aeroplanmbajtëses e mbrojnë shkatëruesit e pajisur me sistemin luftarak Aegis. Aegis është një superkompjuter që mund gjurmojë dhe të kapë mbi 100 objektiva ajror njëkohësisht, por anijet mund të shohin vetëm horizontin. Këtu ju në lojë, E-2D, Hawkeye, duke fluturuar lart mbi flotën, kupola e saj masive radarit vepron si sytë e grupit të sulmit, duke shikuar thellë në hapësirën ajrore iraniane. Nëse një dron ose raketë rrëshqet pranë avionëve luftarak dhe interceptorët me rrezet gjatë veprimi, ajo përballet me Phalanx IWS, shpesh të quajtur R2D2 me një top. Ajo qëllon në mënyrë autonome 4500 fishek uraniumi të varfëruar në minutë. Marina gjithashtu po vendos armë me energji të drejtuar, lazer të mirëfillt, për të djegur me çmim të lirë dronët nga qielli. Për të luftuar kërcënimin e minave, helikopterët masiv Sea Dragon tërheqin saj magnetike në përujë, këto saje i mashtrojnë minat inteligjente që të shpërthejnë pa dëmtim larg anijeve. Është përplasja përfundimtare e filozofisë ushtarake, teknologji e sofistikuar kundër masës dërmuese.
Dhe pjesa me çmendur, këto dy forca lundrojnë brenda miljeve të njëra tjetrës çdo ditë. Nëse mendoni se një luftë këtu është thjesht teorike, shikoni prapa në vitet 1980. Gjatë luftës Iran-Irak, të dyja palët filluan të synonin cisternat civile të naftës në atë që u njoh si lufta e tankeve. Mbi 400 anije civile u sulmuan, duke shkaktuar panik global dhe prime sigurimi në rritje. Në vitin 1988, një anije luftarake amerikane, USS Manuel B. Roberts, goditi 1000 detare iraniane. SBA u akmorë me operacionin Praying Mantis, angazhimi më i madh si përfaqësor detar amerikan që nga lufta e dytë botërore. Brenda një dite të vetme, Marina amerikane shkatërroi gjysmën e flotës operative të Iranit dhe shkatërroi platformat e tyre të inteligjencës në det të hapur. Por rregullat e lojës kanë ndryshuar që nga viti 1988. Në atë kohë, municionet e varura dhe tufat inteligjente nuk ekzistonin. Zinxhiri global i furnizimit i sotëm është pafundësisht më i brisht dhe i ndërlidhur. A i mbani mend kur një anije bllokuar në kanalin e Suezit ndaloi 9 miliard dollar në tregtinë globale në ditë? Një mbyllje e ngushticës së Hormuzit do ta bënte krizën e Suezit të dukej si një bllokim i vogël trafiku. Pra, çfarë ndodh saktësisht nëse tensionet vlojnë dhe ngushtica mbyllet nesër? Ora e parë. Kompanitë kryesore të transportit detar lëshojnë një urdhër të menjëhershëm ndalimi të lëvizjes për të gjitha anijet në rajon. Ora e dytë. Tregu global i mallrave çahet plotësisht, nafta rritet me 20% në një pasdite të vetme. Ora e 12. Fillon një përballje masive ushtarake. SBA dhe aleatët e saj lëvizin për të pastruar rrugën ujore. Dita e dytë. Irani vendos flotën e tij të mushkonjave, duke u angazhuar në ngacmimet të tipit goditje dhe ikje për të vonuar operacionet e pastrimit. Dita e tretë. Fillon një fushat brutale ajrore, ndërsa forcat aleate përpiqen të gjurmojnë lëshuesit e raketave të lëvizshme në male. Por gjendja e këtyre lëshuesve është si të gjesh një gjilpër në një kasht të bërë nga shkëmbi i fortë. Dita e shtatë. Edhe nëse hapësira ajrore është e siguruar, pastrimi i ngushticës për mina inteligjente është një proces i ngadalt dhe i mundimshëm. Nuk mund të nxitosh pastrimin e minave. Një eksploziv i humbur dhe një cistern multimilion dollarëshe shkon në fund. Ekspertët ushtarak vlerësojnë se mund të duhen nga disa javë deri në disa muaj për të siguruar plotësisht ngushticën. Dhe gjatë këtyre muajve, ekonomia globale vuan nga uria. Me Hormuzin e mbyllur, çdo navë nga rajoni duhet të ridrejtohet ose të ndalet plotësisht. Të udhëtosh rreth kepit të shpresës së mirë shton deri në 14 ditë në një udhëtim. Ky devijim masiv kërkon miliona dollar karburant, shtesë për anije. Njëkohësisht, kompanitë e sigurimeve detare lëshojnë prime për rrezikun e luftës. Kostoja për të siguruar një anije mallrash rritet nga mijëra në miliona dollar brenda natës. Shumë kapitenë civil thjesht refuzojnë të lundrojnë në një zonë luftimi, duke çuar në mungesa masive të ekuipazhit. Brenda 2 javësh, efektet godasin portofolin tuaj. Çmimet e benzinës të janë rekorde të gjitha kohërave. Do të shihnim racionim të menjëhershëm të karburantit në pjesë të Evropës dhe Azisë. Linjat ajrore anullojnë fluturimet, ndërsa karburanti i avionëve bëhet të tepër i pakët dhe i shtrenjtë. Meqense nafta furnizon me energji industrinë e kamionëve, kosto e transportit të ushqimit do të rritet ndjeshëm. Bujqësia merr një goditje të madhe, pasi bujqësia moderne mbështetet në plegrat me bazë nafte. PBB-ja globale të kuret, bankat qendrore në panik, inflacioni del jashtë kontrollit, presioni për të dhënë fund konfliktit, bëhet shpejt një kërkesë ekzistenciale për udhëheqësit botëror. Kjo është arsyeja pse ngushtica e Hormuzit është pengu përfundimtar gjeopolitik, i detyron armiqtë të tolerojnë njëri tjetrin, thjesht sepse kostoja e luftës është shumë më e lartë për të gjithë planetin. Derisa bota të largohet plotësisht nga lëndët djegëse fosile, ne jemi të lidhur me këtë rip të ngushtë uji, dhe pavarësisht rritjes së automjeteve elektrike, kërkesa globale për naftë parashikohet të mbetet e lartë për dekada. Pra, ndeshja e shahut vazhdon. Një garë e përditshme vështrimi midis dy kundërshtarëve të armatosur rënd. Çdo vit teknologjia përparon më shumë. SBA ndërtojnë radar më të zgjuar dhe lazer më të fortë. Irani ndërton dron më të fshehtë dhe raketa më vdekjeprurse. Të kapur në mes janë marinarët tregtar që përpiqen të japin energjinë që i mban dritat ndezur botës. Nuk ka alternativë të lehtë, as një tubacion magjik për të ndërtuar, as një zgjidhje të shpejtë. Ekonomia globale është ndërtuar mbi një dobësi masive.
një dobësi që kërkon vetëm një llogaritje të gabuar për t'u shfrytëzuar, një komandant që lexon gabim radarin, një anije patrullimi që afrohet shumë, ose një dështim diplomatik në një kryeqytet të largët. Për momentin, anijet vazhdojnë televizin, nafta vazhdon të rrjedhë, mburoja $1 trilion mban vijën kundër tufës asimetrike, por bota mban frymën, sepse nëse dritat ndonjëherë shuhen në ngushticën e Ormuzit, pjesa tjetër e botës errësohet bashkë me të. Ky ishte një vështrim neutral mbi inxhinjerinë e vërtet pas krizës së Ormuzit, bazuar në burime të hapura publike.